E bëj edhe njerë po e ri përsëris. O na i gëzohemi aty në pore që i ka në shku i sholla e shku të Pukarat. Po veç investimet shumë. Te investimet ka me pyetje unë për ty edhe për mua mos e di shumë. Po për dikon jam shumë i çnell. Nuk është ashtu se 100 euro sot çka blej diçka çka kemë blej pritet. Nuk kam pyetje, po unë kam një koment që mendoj që Aleanca është në një pozitë shumë më të favorshme edhe se dy parti tjera, për shkak se e ka identifikuar ndoshta dy parti, se edhe LDK-ja dhe PDK-ja, opozitare po flasim, për shkak se sipas tyre kanë identifikuar cili është problemi, kanë ndërmarr hapa, e kanë ndru, domethënë kandidatin për kryeministër që ndoshta në të ardhmen mund të jetë më i pranueshëm edhe për hyrjen në një koalicion të mundshëm. E dyta, kur tham që me hjek çdo parti garon në zgjedhje për me e largu partinë në pushtet, po s'po munden. Atëherë në qoftë se ti nuk mundesh me e largu, në një farë mënyre hyn brenda edhe bëjnë ndryshimet nga brenda. Aleanca e ka mundësinë për me bë këto për shkak se ka bën ndryshime. Të dy parti tjera asnjë ndryshim nuk e kanë bërë. Të dyat garojnë me të njëjtit kandidat. Qysh po mendon me bën ndryshim? LDK-ja ka ndryshuar me zonin Osmani. Nuk është kandidat për kryeministër, është kandidat për president. Kështu që unë mendoj që Aleanca e ka një mundësi, edhe një po më pëlqen shumë, avancimi politik i Aleancës, sepse nëse thomi që nuk ka vijat kuqe, kjo është avancim politik. Në një të ardhmen e lënë derën hapur për mi bën ndryshimet të cilat po dojnë me i bërë. Prandaj po më pëlqen edhe unë mendoj që Aleanca do të jetë pjesë e qeverisë bashkë me vetëvendosjen, sepse jam i bindur që duke e shtyr shumë këtë punë, duke e marrë kalan nga brenda. Unë mendoj Haradinaj, ka zënë befasi Korça. Ja, unë mendoj me shumë zohet thash, edhe nëse zgabojnë studio pikërisht këto e ku më thonë se ata që thonë kemi vijat kuqe në pas sinqert. Për mos me thonë nga e rajnë popullin. Sakt. Gjuhën popullore, se po që se ja ofron ata që ka e kërkon ai subjekt politik, ajo vije kuqe fi leket. Beautiful. Ma mirë me qenë pyetja është apo të përmbushën pretendimet. Ktu i kanë pas vijat e kuqe. Kështu që unë jam shumë i lumtur që edhe të tjerët edhe na edhe mendoj gjithë duhet me kontribu, me konkuru, me vlera, me ofertë, me program, me kritiku njëri tjetrin pse jo, domethënë, opozita e ka çat detyrë. Pare drejtori, më falni tash, drejtori si më ka jetë drejtor, tha, një kohë protesta në rrugë e kështu e kështu.